Zoti Zef, faleminderit që pranuar ftesën për të treguar jetën tuaj artistike dhe mirë se u gjetëm në studion tuaj. Po, faleminderit edhe juve. Zoti Zef, kur e zbuluat talentin tuaj në pikturë? Pra, çfarë moshe ishit? Rreth moshës 6-7 vjeçare, domethënë i matë, duke pa disa dhënat mia nga vizatimet e vogla që bëjshë unë atëherë, ai vuni re që mund të drejtonte mu drejt kësaj rruge, domethënë. Edhe filloi të m'japi, sepse ai ka qenë edhe ai një piktor amator që ka dash bëhesh edhe ai piktor, por nuk ju kriju mundësia në atë kohë, edhe kështu që më nxiti mu gradualisht me detyra që m'jepte para se punonte në bankën e shtetit, ai si në punës, m'jepte detyra për të kopju nga vizatimet sidomos të Leonardo da Vinci apo gjëra të tjera kështu. Qysh atëherë, domethënë, kemi rujt ato vizatimet e para të mijat, gradualisht pastaj duke frekuentu masane edhe shtëpinë e Pionerit, rrethin ose të Pallatit Kulturës Alikenmendi atëherë që ishte i hapur atëherë, derisa pastaj erdhi koha për të u futur në liceu artistik. Zanafillën, zoti Zef, e keni natyrisht me laps, apo jo? Zanafilla juaj si po, piktor? Me laps, natyrisht me laps, në gjallë dhe me ngjyrë, kështu pa më tepër me laps, po. Dhe më pas ju vazhduat ciklin e shkollës profesionale për pikturë, pra shkollën e mesme? Po, shkollën e mesme, liceun artistik Jordan Misja. Aty kam pas pedagog Sadik Kacelin, Kelko Dhelin, pastaj tjerë pedagog për landët tjera, historiarti apo anatomi, edhe duhet të thënë edhe kjo që i matë, qysh kur ishin lice, më kanë nxitë nëpërmjet një miku tonë, burrit tezës që ka pas punu, ka pas sjell i pari makinat shirëse, shkonte në përfshatrat e Zadrimës edhe për përfshirë grurin e fshatarëve. Edhe kjo e nxiti ti matë që ti thot ati të shkojshë të frekuentojshë unë në familje fshatari në Zadrim për të njohë me jetën e fshatarëve të Zadrimës. Domethënë qysh në vitet 50, unë kam shku në një familje në fshatin Zadrim, në plezh Karshibushatit, ku kam fillu të skicoj personazhe të jetës fshatare të ambientit të Zadrimës. Kështu që kjo më nxiti që edhe diplomën e liceu ta bëj me temën e Zadrimës. Agronomi në fshat që u flet fshatarëve për grurin e për bujqësinë. Në fillim pastaj mas i mbarova liceun, u emrova piktor në gazetën Pionieri. Aty, në atë vit, unë mora pjesë edhe në ekspozitën kombëtare me portretin e gjyshës, i cili u pëlqyi mjaft prej spektatorëve, sidomos nga udhëheqja asaj kohe, edhe kështu që i matë me thënë drejtën më nxiti që të shkoj të bëj një takim me Ramiz Alin, që ishte Ministri i Kulturës në atë kohë, për t'i kërku, domethënë, një bursë jashtë shtetit, sepse atëherë nuk ishte ngrit ala Instituti i Arteve. Edhe ai pastaj, si zhduket i nxiti ato kuadrët që të më jepet bursa për jashtë shtetit, për studime në Bashkimin Sovjetik. Në Bashkimin Sovjetik. E çfarë viti fillua studime në Bashkimin Sovjetik? Po, në 57-ën unë shkova për studime, edhe është interesante se të gjithë studentët shqiptar kanë studiu atje në ish Leningradin atëhershëm, sepse ishte akademia më e lashtë e më e vjetër e Peterburgut, domethënë në asaj kohe, domethënë. Kështu që të gjithë studentët që nga Guri Madhi, që nga e të tjerë me radhë Jakub Keraj, Vilson Kelica, Salish Jaku, kanë studiu në ish Leningradin e dikurshëm, që sot quhet Peterburg. Dhe shkolla ruse e pikturës zoti Zef ishte me nam në botë, apo ishte prioritare në botë? Mjaft e njoftun,
ajo në atë kohë kur shkova unë, ajo përkujtonte 200 vjetorin e themelimit saj. Dhe më thonë, kanë nxjerrë shumë artistë të njoftun, klasik edhe realist më vonë, dhe më thonë edhe artistë të tjerë, dhe më thonë, shumë të njoftun edhe në botën artistike të Europës. Për sa vite vazhduan studimet tuaja të larta në Leningrad? Aty unë kam vazhdu vetëm 4 vjetë, sepse erdhen u keqësuan marrëdhëniet politike midis Bashkimit Sovjetik dhe Shqipërisë, kështu që u detyruam të kthehemi pas 4 vjetësh, pa mbaru shkollën e lartë. Duhet të bëjë edhe një lartë. vit tjetër më shumë apo sa? Përveç 4 vite. Ajo ishte me 6 vjetë. 6 vjet. Po për fat kohë, në atë kohë pastaj ishte ngritë edhe Instituti i Arteve këtu, edhe kështu që unë bana diplomën këtu, edhe u diplomova në Institutin e Arteve. Po, mas diplomimit në Institutin e Arteve, cila ishte puna juaj e parë? Ku ju emëruam? Kishte emërime në atë kohë për ju piktorët? Po, që në fillim, mas i erdhe, më emrova në liceun artistik, pedagog në liceun artistik. Edhe aty kam pregatit diplomën, pastaj, po prap diplomën me subjekt nga Zadrima, fshatarë që shkojnë në punë. Edhe kështu që për disa vjetë kam qenë i lidhur shumë me temën e fshatarëve të Zadrimës. Po. Deri në vitën rreth viteve të 80, kështu të më thonë. Pastaj nuk kam vazhdu, më jam marrë me subjekte tjera, me portrete, me kompozimet tjera, historike apo të periudhave të ndryshme. Po, zoti Zef, është kuriozitet për teleshikuesit e mi të këtij emisioni, cili është stili juaj pikturës? Shiko, tash materialet në përgjithësi ne të gjithë artistët shqiptar kanë punu me ngjyra vaj. Por me hyrjen e materialeve të sintetike, të ngjyrave sintetike, u përfillojmë të përdorim edhe ngjyrat akrilike. Dhe shpeshherë unë filloj punën me ngjyra akrilike, sepse ma organizon punën më shpejt me ngjyra akrilike dhe pastaj vazhdoj me ngjyra vaj sipër, punoj me ngjyra vaj. E kuptoj. Dhe tematikat pak a shumë ju i thatë janë temat nga Zadrima, veshje popullore, etnografi. Po pejsazhi, portreti tek ju, sa vend ka zënë? Po, edhe portreti zënë vend të rëndësishëm në krimtarin time, do më thonë. Portretet janë që me subjekt edhe nga Zadrima, po edhe portretet bashkohësve, shkrimtarve, intelektualve të kohës, si që kam realizu portretin e Shefqet Musarajt, për shembull, ose artistë të tjerë si Violeta Manushit, i kam realizu portretin, Marie Krajes. Pastaj jam marrë më vonë, vitet 70, jam marrë dhe me figurën e Enver Hoxhës, pastaj mas viteve të 70. A zoti Zef ishte një përgjegjësi e madhe të pikturoje atë person ato vite, apo jo? Po. Se mund merret edhe një ndëshkim të rëndë, nëse... Po, për fatë mirë, atëherë në 74 realizovan portretin nga një fotografi që silte i madh nga që bante tabelën e emulacionit në bankë edhe silte fotografit këtu. Edhe pa të sjell një fotografi të Enver Hoxhës, nga cila unë realizova një vizatim me karbon, i cili doli mirë. Prej ati portreti pastaj kalova të realizoj me ngjyra vaj. Natyrisht, kur fillon të materializosh me ngjyra vaj, është dalin probleme më të mëdha edhe më të komplikume. Edhe natyrisht, kjo më krijoi edhe shumë shqetësime, atëherë më krijuan disa puqa shumë për sikletit, dhe më thënë, për të realizu këtë portret. Natyrisht, gjatë kohës realizimit portretit, pa të ardhe vetë Ramiz Alia për ta pa, dhe ato këshillat e tija, ato ishin të interesuar shumë për realizimin e këtij portreti. Në atë kohë që po flisni, zoti Zef, ishit në këtë studio, ku jemi aktualisht bashkë? Po, në këtë studio, se këtu, në këtë studio ma kanë dhënë mu në vitin 1973. Në atë kohë ngritën 5 studio të tilla. Në zonën mas medreses? Në këtë zonë, këtu 5 studio për piktorët. Po. Edhe këtu, kjo mu dha mu një nga studio, njëna ka qenë për Abdurrahim Buzën,
tjetra Xenofondilo, tjetra për Guri Madhin, Edhe tjetra juaja. edhe tjetra për mua këtu. Po, Zef, sa është numri pikturave që keni realizuar deri në këto momente që flasim bashkë, apo s'mbani mend, janë shumë. Tash s'marrët me dunjaja punët janë, më thonë. Po numri ekspozitave që keni hapur ndër vite, sa mund të jetë? Ose numri ekspozitave që keni marrë pjesë ju, por edhe personale, nëse i kombinojmë. Tash ç'a të them ti, ekspozita parë cilën kam marrë pjesë ka qenë e vitit 62. Po. 62-shin, 63-shin, 64-ën. Domethënë me radhë ka vazhduar ekspozitat, nuk e di se sa Në janë. galerinë e arteve, apo jo? Po, në galerinë e arteve hapeshin atje. Atëherë kur u ngrit për të parën herë në 74 u ngrit Galeria e Arteve e Re, që u ndërtua atëherë. Zoti Zef, që mendim keni ju për shkollën shqiptare të pikturës? E tham pak më parë që ju dhe shumë piktorë të famshëm si ju jeni shkolluar në ish Bashkimin Sovjetik. Po. Por që mendim keni, ju sollët përvojën e Bashkimit Sovjetik në shkollën shqiptare të pikturët. Pra është shkolla shqiptare të pikturët një shkollë e fortë? Një shkollë profesionale? Tashi, me thënë të drejtën, dhe më thënë, derisa ishte periudha e realizmit socialist, të më thënë, artistët u formuan profesionalisht mirë në drejtim, në njohjen e figurës njeriut edhe për të realizu vepra realiste. Po. Tashi, sot ka ndryshu situata në Akademinë e Arteve, si i thonë Universiteti i Arteve. Ka më shumë prirje drejt formalizmit e drejt formave tjera më të avancuara, kupton? Po, unë kishe për thënë një gjë, më thonë, që shkolla jonë duhet kishte disa degë, më thonë, si pas preferencave të studentëve, të mos kanalizohen të gjithë në një drejtim. Po, ata që kanë preferenca për realizmin, mund të realizonin edhe veprat karakterit më realiste, kupton, të tjerë që kanë prirje më karakterit më abstrakt, apo më të avancum, mund të trajtonin në atelier tjera. Kështu që do ishte mirë një gjë e tillë në akademinë, se sot ka marrë një drejtim vetëm në drejtim të formalizmit, më tepër për të karakterit më të avancuar formalist. Kështu që këtë mendim kam. Nuk duhet të jetë me janë dhe realizmi, pra, sepse është pjesë e jetës. Mos lihet me janë realizmi. Pjesë e jetës tonë. Po për piktorët shqiptarë, përjashto brezin tuaj të artë, ju jeni një brez i artë, i famshëm. Për mua, si ju nuk vinë më, por mendimi jo, cili është? Ti krasëm dy brezat, ju, brezi juaj dhe brezi piktorëve të tani. Po, të shti sot, një nga artistët që shquet sot me gjithë karakterin e ti simbolik është Gazmend Leka. Që brezi i ri piktorë. Që ka prirje, do më thënë, ka prirje realiste me një frymë pak simbolike, kupton? A i shquet sot një nga artistët e sotëm. Natyrisht është edhe Edi Hila që ka ato prirjet e tia, po këm duke të qikë si më i avancuar dhe më i njoftun në publikun tonë. Për fat të keq disa artistë janë nda nga jeta, si kemi qenë, ka qenë Besim Tula, ka pas disa prirje më moderne kështu, po artisti talentum ishte. Është nda nga jeta Mustafa Arapi, që ka qenë një artist i shquar, ndaq në peizazh, ndaq në grafik. Disa ose Lumturi Bloshmi nda nga jeta dhe ajo një artiste e shquar. Ka qenë një nga artistët realist novator të asaj periudhe. Edhe mbeti i tillë, apo jo? Mjafton të kujtojmë tablon e tij Zëri Masës, që është një pikturë novatore. Do më thonë, disa artistë nga të asaj kohë e shquhen për veprat e tyre, do më thonë, edhe skulptor, edhe piktor, edhe grafist, kupton, që kanë dhënë kontribut të shquar, me gjithë kufizimet e asaj tendencet të realizmit socialist, prapë se prapë është punu me profesionalizm, edhe me nivel artistik, me kërkesa. Zoti Zef, ju krahas frymëzimit që keni, si një piktor tepër profesionist,
keni një frymëzim dhe hidhni në penelata këtu në këto telajët tuaja, por në kohët e sotme, në kohët moderne ta themi kështu, a merrni dhe porosi nga njerëz që preferojnë, që duan stilin tuaj të pikturës? Dhe çfarë pikturoni? Po, Krahas këtyre përgjithsisht vinë që koleksionistë kanë marrë mjaft dash vizatime, kanë marrë bocete të ndryshme, koleksionistë gjithashtu kanë disa të tjerë dhe kanë blerë punë nga studio, kanë zgjedhë punë, kanë blerë punë. Disa të tjerë dhe në porosi, në i portret, në i gjë, kështu, po, kanë bërë. Po, si jo. Në më thënë, ka artistë që me preferojnë, vazhdojnë të preferojnë, dhe më thënë koleksionistë që kërkojnë punë prej meje, dhe më thënë. Po, dhe më thatë para pak minutash që në gjendje shëndetësore nuk jeni fort mirë, fort 100%, por sa kohë argjoni në studion tuaj këtu? Sa kohë punoni këtu në ditë? Nuk mund të punoj më tepër se 2 orë. Se ka fillu edhe trupi të lodhet pak, më lodhet trupi edhe 2 orë punoj, aty punoj në i gjë, atë si pas preferencat të mija, në i gjë që më pëlqen, ose bëj në i vizatim, në i bocetë, në i gjë kështu, në i gjyra. Po, zoti Zer, çfarë është piktura për ju? A të shplodhin ato minuta që kalon me piktura? A shplodhesh? Po. Sepse jeni profesionist i madh, një mjeshtër. Të shplodh një pikturë? është si me thënë një jetë e dytë që përjeton, përveç asaj që jeton si njeri, përjeton një jetë të dytë duke u lidhur me artin. Kështu është kjo punë. Është një gjë që, si me thënë, ma ka dhënë Perëndia këtë dhunti që të mos shkëputem nga arti e të jem vazhdimisht në lidhje me te. Edhe së fundi, a keni një mesazh për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen? Ndoshta në zhanrit tuaj të pikturës? Nuk e di, mesazhi juaj për shqiptarët në këtë fund interviste. Mesazhi im do të ishte ky. Shqipëria ka nevojë ende për vepra realiste, që të pasqyrojnë historinë e saj, historinë e luftrave të gjithë ekzistencës saj. Pra, të mos rrim vetëm tek modernizmi edhe tek izmat që nuk sjellin ndonjë gjë kështu disa çfarë për kulturën tonë. Pra kemi nevojë të thrasim memorjes tonë, apo? Po, tamam, e the vetë, domethënë, të thrasim pak memorjes sonë, sepse institucionet tona kanë nevojë për vepra të historisë sonë, të luftrave të historisë sonë. Zoti Zef, ishte nder dhe kënaqësi dhe privilegj për mua që u ndodha këtu bashkë me ju në studion tuaj, në studion e një piktori kaq të madh si jeni ju. Faleminderit shumë. Edhe ju falenderoj për bisedën. Faleminderit.